Në kishën e Shëntrinës në Vrak të Malësisë së Madhe, minoriteti serbo-malazez ka kremtuar meshën e shenjtë të Krishtlindjes Ortodokse sipas kalendarit julian. Mesha e shenjtë u drejtua nga fumullitari i Shkodrës At Nikola Petani, gjithashtu edhe nga dy klerikët At Pedrak Shepanovic dhe At Nikola Popaj. Besimtarët e pranishëm ndezën qerin dhe u lutën për një vit sa më të mbar. Pavlo Jakoja, kryetari i shoqatës serbo-malazeze në Shkodër Rozafa Moraqa, tha se kjo është një ditë e rëndësishme për këtë komunitet. Duhet t'ju uroj festa të gjithëve, domethënë nëpërmjet televizorëve njerëzit e tjerë do të marrin vesh edhe atë njerëzit tanë që s'kan ardhur për shkaqe të ndryshme. Fundit kjo është të marrinit me kisha o me xhamia, janë çështje individuale edhe nuk mundesh kërken me udhëru për më ardhe, mos më ardhe, etj. Kryetari i shoqatës u ndal edhe tek situata e minoritetit serbo-malazez në vendin tonë. S'kena problematikë, na veç se po kena problem, kena me organizu këta edhe një farë mënyrë me përmirësu kushtet që i shërbim njerëzve na. Na vazhdimisht me demokraci kena riaktivizu prap çështjen e besimit fetar ortodoks. Na kena pas kneja rreth rrotull kisha të tjera, të cilët janë të vjetruara dhe përfundimisht kena një kishë të re, që nuk ka shkret e përfunduar për çështje energjie elektrike dhe disa gjëra tjera janë aty menuese si ti bëjmë më mirë. Kremtimi i meshës së shenjtë në kishën e Shëntrinës në Vrak të Malësisë së Madhe është kthyer në një traditë të përvitshme nga komuniteti serbo-malazez.